unë isha kryeredaktori i gazetës Panorama atëherë dhe titulli madje ky ishte. Dhe e them këtë sepse mafia italiane ka strukturë dhe ka emër. Cosa Nostra. Emri dhe gjithë ata kanë dhe kodin e tyre etj. Mafia shqiptare ka një specifik që mafia, në organizatat shqiptare, që nuk kanë emër, nuk kanë struktura, po çuni Gjajs, shoku shtrie, ish komshi i vjetër, ky është nga fshati im, ky është nga qyteti im, e kam pasur lagje, jam rritur, Baxhanaku etj. Kjo është struktura e mafias shqiptare. Jo, sepse mafia shqiptare, kjo strukturë që ju thatë në formë piramide i takon mafias siciliane, Cosa Nostra. Kurse mafia shqiptare është mjaft e ngjashme me mafien kalabreze, 'Ndrangheta, dhe nuk është e strukturuar në formë piramide, por është e strukturuar në horizontalisht. Është e përbërë nga kapo grupe të cilët kanë organizimin në linjë horizontale dhe është mjaft e ngjashme me 'Ndrangheta dhe për këtë kanë dhe këtë afërsinë dhe aleancën me mafien kalabreze. Janë të fuqizuar mjaft në mënyrën nga më të frikshme dhe nëse ne duhet të themi mafian shqiptare e bëjmë vetëm një shërbim të mirë Shqipërisë për të kuptuar rrezikshmërinë e tyre dhe për të sensibilizuar qoftë opinionin publik dhe qoftë organet e drejtësisë për të hetuar në këtë këndvështrim. Sa organizata mafioze kanë shqiptarët? Shumë kanë. Sa? Si numër, organizatat shqiptare kanë bazat e tyre, grupet e tyre në Shqipëri dhe bazat e tyre, grupet e tyre në Europë deri në Amerikën Latine. Duhet një studim i mirëfillt të kuptohet. Kjo s'është bërë. S'është bërë, ka përpjekje për të bërë. Nelo Troke ka trajtuar mafian shqiptare kryesisht në kryeqytetin italian Rom, të cilët janë mjaft të fuqishëm dhe menaxhojnë sheshet kryesore. Sa e fortë është mafia shqiptare në Itali? Aq e fortë sa në shumë përgjime ka dalë që ato ishin organizuar dhe të vrisnin dhe prokurorët antimafias. Prokurorët antimafias italianë. Patjetër.